Buzëqeshit të llohet kursi veror I hapur nga Myftinia e Shkodër në vitin e 5 radhazi. Gjatë këtij kursi do ketë argëtim, veprimtari krijuese dhe edukim, teksa marrin pjesë mbi 100 fëmijë nga mosha 5 deri në 12 vjeç. Myftinia e Shkodrës fillon sot kursin veror intensiv ose kampin veror I 5 vit me radhazi me moton buzëqesh dhe aktiviteti ka pjesëmarrjen mbi 100 fëmijëve të moshave të ndryshme dhe do jetë organizim 3 javor nga data e sotme deri me datën 3 korrik. Sigurisht Myftinia e Shkodrës duke marrë parasysh këtë motor të rëndësishme, buzëqesh që sjell atë gëzimin, lumturinë, pozitivitetin midis fëmijëve, mundohet që të kombinoj mësimin bashkë me artimin, edukimin me zbavitjen dhe lojra të ndryshme kreative dhe individuale të cilat do të organizohen her pas here sipas një programi të posaçëm. Unë me këtë rast ne vazhdojmë të bëjmë thirrje prindërve të ndryshëm që të sjellin fëmijët në këto aktivitete shumë domethënëse dhe edukative dhe mos I lajnë në fatin e rrugëve apo të rrjeteve sociale, sepse një aktivitet I tillë I jep një buzëqeshje jo sot, por edhe nesër, për të qenë një fëmijë I dobishëm, por edhe një njeri I dobishëm në shoqërinë ku ai ban pjesë. Do ju bëj një thirrje prindërve që të kujdesen sa më shumë për edukimin cilësor të fëmijëve tyne dhe një kërkurs është një mundësi për edukimin jo vetëm emocional, jo vetëm edukimin interaktiv, ku ata të shprehin, domethënë talentet e tyne, qoftë me lojra, qoftë në art, qoftë në teatr, në aktrim, por edhe në njohuri, sepse do të bëhen shumë pyetje ku një kënd e kemi quajtur Eureka, ku ata do të kenë një konkurs, sidomos konkurs inteligjencet, por do të kenë dhe një formim me mënyrën që lidhen me etikën, se si do të sillen me të mëdhtë. Kursi veror do zgjat deri me 3 korrik në oborrin e xhamisë Abu Bekër.